Këngëtarja Eli Malaj është shtruar në spital pas një gjendjeje shëndetësore të rënduar. Në një postim në Instagram nga shtrati i spitalit, ku shihet e lidhur me oksigjen, Malaj ka kërkuar ndjes publikisht nga publiku dhe stafi i klubit Patala dhe Klab, ku pritej të performonte. Ju kërkoj ndjes publikut të sotëm që ndodheshin te Patala dhe Klab, po ashtu dhe stafit për gjendjen time, probleme me rrugët e frymëmarrjes, e temperaturës së lartë. Nuk e kam në dorë shëndetin dhe më vjen shumë keq që ju lash ashtu, shkruan ajo. Këngëtarja thekson se nuk ka mundur ta kontrollojë gjendjen shëndetësore dhe shpreh keqardhje për anulimin e eventit në minutën e fundit. Ajo falenderon të gjithë për mirëkuptimin dhe kërkon falje edhe një herë. Ky zhvillim vjen vetëm pak kohë pasi Eli Malaj ka qenë aktive në skenë dhe ka pasur paraqitje të planifikuara. Të afërmit dhe fansat i kanë uruar shërim të shpejt në komentet e postimit. Ende nuk ka detaje zyrtare nga mjekët për diagnozën e saktë ose kohëzgjatjen e shtrimit, por nga postimi i saj duket se gjendja është e lidhur me infeksion respirator dhe temperaturë të lartë. Shpresojmë që Eli Malaj të shërohet sa më shpejt dhe të kthehet në skenë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.